Atëherë dashur, jemi në studio ku unë kam kënaqësinë të kem sot të ftuar Zan Mehmetin, shkrimtare, ku do bisedojmë me të për rrugtimin e saj si shkrimtare, procesin krijues dhe le të themi shkrimet midis analizës dhe poezisë dhe po ashtu dhe prozës, apo jo Zana? Po. Shumë kënaqësi të të kem sot në studio, faleminderit që jemi ne. Faleminderit edhe juve për ftesën, kënaqësia ime. Zan, shkrimtare, arsimtare gjuhës shqipe apo jo? Po. Kemi vepra qoftë në letërsi, të cilat edhe do na botohen, po shkrimet e tua, sidoqoftë vetë se besoj shumë njerëz i ndjekin, i kanë lexuar, i shijojnë, dhe po ashtu kemi edhe vepra tashmë të botuara, le të themi pak më analitike apo jo, mund të quajmë kështu. Kritik letrare në aspektin gjuhësor. Domethënë libri i parë ka qenë Gjuha dhe stili në veprën në prozën e Anton Pashkut, i botuar në vitin 2015, pastaj Pashku i veçantë, ku kam bërë një studim të thellë të aspektit fonetik, morfologjik dhe sintaksor, përfshirë këtu edhe semantikën. Pashku është një model që ndoshta nuk do ripërsëritet në letërsinë bashkore shqiptare. Më ka frymëzuar shumë, edhe i rekomanduar të lexoj nga babushi im, i cili njëjtë është shkrimtar, dhe kur e kam lexuar kam përzgjedhur që studimi im domethënë të filloj me veprën e tij. Kur thua më frymëzoj, në çfarë aspekti dhe pse? Pashku është, si të them, është shumë ndryshe për periudhën që ka shkruar, është shumë ndryshe nga autorët e asaj kohe dhe duhet të jesh një lexues i mirëfillt, të kuptosh letërsinë për ta kapur atë, sepse ai ka një lloj kodi, edhe regjimi i atëhershëm, megjithatë ai e thot dhe kush e kupton, kush e kap. E thot në mënyrën e tij. E thot në mënyrën e tij dhe është një sintaks poetike proza e tij, mund ta them. Domethënë në ligjërat ai e çon deri diku dhe sërish rikthehet në pikën e fillimit. Ishte vështirë t'i bëj analizë një poeti të tillë? Të them të drejtën, është e vështirë, por kur i qasesh me gjithë shpirt, të rëmben. Sa kohë mori përgatitja të dy veprave, flasim? E veprës së parë, ndoshta një vit, të dytën, të them drejtën, nuk më kujtohet, pasi që më veç e kisha elaboruar, dhe besoj se kam bërë mirë që jam marrë me studimin e Pashkut, sidomos për studentët që janë në gjuhë dhe letërsi, sepse masës përgjithësi, ndoshta edhe nuk i nevojitet, por shpresoj edhe ta vazhdoj akoma. Ka një gamë të gjerë të krijimtarisë së tij edhe ja vlen. Kemi plane për të vazhduar tutje? Patjetër që do merremi, shpresoj të jemi mirë me studime gjuhësore, është pika ime e dobët. E pse pikërisht zgjodhe këtë qasje ndaj veprave të tij, domethënë këtë lloj studimi, këto pika? Mendoj se gjuha duhet lëvruar, gjuha shqipe, mendoj. Sepse kohëve të fundit jemi dëshmitar të asaj se njerëzit nuk e përdorin drejt gjuhën shqipe, nuk e flasin drejt, nuk e shkruajnë drejt. Dhe kjo më shqetëson shumë dhe duhet punuar sa më shumë. Jo vetëm unë, por besoj çdo gjuhëtar dhe çdo njeri, çdo shqiptar, pse jo, në këtë drejtim. Ti e ndjen akoma më të afër këtë pjesën, pasi që patjetër, e ndjej pastaj edhe si detyrim moral. Po ashtu e ke edhe në rutinë apo jo? Patjetër. Në çdo ndërveprim, në çdo bashkëbisedim. Është defekti im, saqë ndoshta edhe i bezdis njerëzit kur i përmirësoj. Kjo ishin pikat e tua, le të themi, si studiuese e gjuhës, përgjithësisht e kemi edhe anën tënde shumë krijuese atë të letërsisë apo jo? Kemi vite që shkruajmë poezi, kemi vite që shkruajmë prozë. Në fakt, unë shkruaj që në moshë të hershme, jam frymëzuar shumë nga babushi im, para pëlqej të them babushi o babai, sepse doja lejoj vetes këtë. Është njeriu që dua deri në dhembje, shpesh e përdor këtë shprehje. Kjo është shkrimtar me një bagazh të gjerë dhe ndoshta ajo atmosfera që nga vegjëlia
kur po e shihja se vinte me nuk e di sa libra nga panajiret, do me thënë investonte aty në libra, nuk ishte ditë të mos e shihja duke lexuar, kështu që kjo është, mendoj, pjesa ku unë jam frymëzuar për të lexuar, edhe pse nuk besoj se kam lexuar mjaftueshëm, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Dhe romanin e parë mbaj mend e kam lexuar në klasë të tretë, Princesha e Bariut të Qamil Batallit. Dhe nga ajo kohë kam filluar të merrem me vjersha për fëmijë, që fatkeqësisht nuk i kam, më vjen shumë keq, por gjithmonë kam shkruar. Kam shkruar, por këtë vit sidomos gjithçka që kam pas nga vite tjera i kam përpunuar, i kam redaktuar, u kam dhënë edhe duar tjera në fakt. Edhe këtë vit jam marrë shumë seriozisht me një intensitet shumë të madh. Pse pikërisht këtë vit, apo thjesht e ndjeve që erdhi koha më në fund që këto poezi të përmbledheshin? Mbase nga rrethanat, mbase ku di unë frymëzimi. Ashtu. Se je rritur nga një baba shkrimtar me një ambient të tillë ku thjesht frymëzimi lindte çdo kund apo jo? Ndikon apo jo kur rritesh në një ambient të tillë? Besoj se po. Jo vetëm arti letrar, po edhe ai figurativ, edhe ai muzikor. Në fakt ne jemi një familje që e duam artin. Artin në përgjithësi. Në përgjithësi, po, dhe e gjejmë veten në art. Kështu që ndikon. Poezit do na vinë të përmbledhura diku rreth muajit maj, apo jo? Me kismet. Me kismet. Po. Jam duke punuar në atë drejtim, por nuk shpejtoj sepse nuk dua vetëm të mbush faqe, dua të del diçka që ka pesh. Pak a shumë mund të zbulojmë ndonjë detaj? Se çfarë lloj poezish, janë të shkruara më parë apo enkas për këtë përmbledhje që do na vi? Jo, ka edhe poezi të cilat janë të shkruara më parë, por që i kam përpunuar, nuk kuptohet, dhe ka edhe poezi të reja. Unë shkruaj për gati se gjithçka. Përditshmëria ime është frymëzimi im, një histori e jotja, një ndjesi, një breng, një gëzim i yti, ose i kujtdo. Thjesht një vajtje ardhje në punë, prej diçka e frymëzohem, prej një vargu të dikujt, prej një vargu të një kënge. Nga ajo personalja, nga dhembja, nga gëzimi, domethënë, nuk është se është gjithçka personale, edhe imagjinata nën kuptoj që merr shumë vend në vargjet e mia. Dhe nuk parapëlqej vetëm të radhis fjalë, të duken bukur ose të jenë lirike, dua të ketë filozofi brenda. Si do ta përshkruaje stilin tënd kryesisht? Stilin tim është pak sa i çuditshëm, do thoja. Duke i marrë parasysh standardet e një poezie lirike ose bashkëkohore ose adetare, ku ta di unë. Kam një stil introspektiv, filozofik, dhe shumë ndjesor. Sepse të thash kur shkruaj, domethënë, qoftë edhe duke u frymëzuar nga historia e dikujt, unë e ndjej. Dhe në momentin që domethënë e kap lexuesi, e hedh domethënë në rrjetet sociale ose ja lexoj dikujt, nuk është më veçimja, nuk është. Si aktorët duhet të mishërohesh në rolin që ke, po të del ajo që duhet të del. Është vuajtje, faktikisht, nëse shkruan për vuajtjen e dikujt, ti e bashkëndjen. Por njëkohësisht është edhe përmbushje. Kur shkruan? E ke gjithmonë në mendje, le të themi, lexuesin apo më shumë atë veten ose stilin apo storyen që po mund të tregosh? Tani, të jem reale, çdo autor fillon nga vetvetja. Por ky është fillimi. Po të ndalemi këtu, atëherë do na dilte një ditar. Pastaj vazhdon me lexuesin, me tjetrin, që është, mendoj, edhe më e bukura. Përmbledhja që po na vije, sa poezi do kemi gjithsej, apo është akoma herët? Akoma e papërcaktuar. Kjo na vije vetëm me poezi? Po, vetëm me poezi. Po përgjithsesi ti ke shkruar edhe prozë? Po, shkruaj edhe prozë, ku
kritikun më të ashpër, në kuptimin e mirë të fjalës, e kam babushin tim. Në fakt, ai po më thot se jem e mirë në prosë. Pse? Po. Shife, prosa ka më shumë hapësirë për të bërë rrëfim, kurse poezia do të përcjellësh ndjesi. Do me thënë të shkruash pak dhe të flasësh shumë, të thuash shumë, faktikisht. Te proza e kemi më shumë më të madhe këtë liri. Gjithsesi, unë jam një lloj njeriu që nuk bindem lehtë, dhe nëse nuk e shoh se poezia nuk ka arritur aty ku duhet, me patjetër do bëj diçka që të arrijë ku duhet. Sepse e dua poezinë dhe nuk e kam ndërmend të heq dorë nga poezia, por që shkruaj dhe prosë, me patjetër. Gjithsesi besoj, kritikat janë të mirë se ardhura Po, gjithmonë. patjetër, kritikat janë të mirë se ardhura, unë asnjëherë nuk i shoh kritikat si diçka negative. Madje ato njerëz që të kritikojnë, mendoj se ta duan të mirën, besoj në këtë, dhe kështu mund të rritemi më shumë, të arrijm më shumë. E mira nuk ka fund, po t'jemi nga ata që japin një mesazh. Përmendë që kur ke qenë vetë fëmijë ke shkruar vjersha për fëmijë apo jo? Kemi në plan ose shohim në të ardhmen ndoshta edhe një libër për fëmijë? Jo, të them të drejtën, unë mbaj mend vetëm 2 vjersha që si nën, kur i kam pas fëmijët më të vegjël, me që tani janë në moshë madhore, kam shkruar 2 poezi për ata, vetëm për ata, krejt nga realiteti, do me thënë që e jetonim, por të merrem me poezi për fëmijë nuk mundem. Të them të drejtën, unë nuk di edhe të rimoj. Unë e përdor vargun e lirë dhe jo që s'më pëlqen rima, por nuk më ngjit. Nuk më ngjit dhe nuk më shkon. Mendoj se nuk më shkon. Për natyrën time të poezive nuk më shkon. Kështu që zakonisht poezit për fëmijë e duan rimën, e kërkojnë. Dhe nuk e kam ndërmend as në plan madje të merrem. Dhurata të bukura, si të qoftë për fëmijët e tu, poezi nga nëna, vërtet vlefshme besoj. Ua them ndonjëherë tash dhe ato sado që rritën edhe ne gjithmonë do ngelemi fëmijë, nuk kuptohet për prindërit, qeshim edhe po si i gjej këto fjalë. Ku di? Frymëzimi e vend veten. Vite përvoj, po ashtu dhe lexim e bëjnë vetën. Po. Unë do doja nëse ke mundësi, po ashtu të na performosh, na recitosh, na lexosh një poezi nga të tuat. Patjetër do recitoj, sepse edhe kjo është një anë që unë e kam dashur shumë. Atje kam marrë pjesë edhe në përgara si nxënëse, si mësimdhënëse kur bëjmë domethënë organizime si tash për 28 nëntorin ose ditën e alfabetit, patronati i shkollës. Unë i përgatis me shumë dëshirë. Janë muajt kur unë jap maksimumin edhe në Besoj që keni edhe tani në përgatitja, por pasi kemi festat afër. Veç më kemi filluar me kënaqësi. Të shoh te notës diçka. Unë do ta lë ty të zgjedhësh. Çfarë do që të jetë. Po e përzjedh të parën që më doli. Si ndjehesh më rat? Poezia titullohet Jashtë shkruar në librat e zakonit. Parapëlqej shumë të kem edhe një nëntitull të shumica e poezive të mia, e cila thot: nuk më lexon dot në gjuhën e përditshme, shpirti im flet në metafora. Po e lexojmë komplet fillimisht dhe pastaj nëse mund kthehemi dhe analizojmë pak më tepër. Po. Regjia nëse mundet një instrumental për të shoqëruar poezinë. Besoj se do del më e bukur. Nuk jam e zakonshme. Jo në këtë botë, ku mendjet trokasin si orë të prishura dhe buzëqeshjet janë maska që fshin lodhjen me pambuk të lagësht. Jam ndoshta një vit që nuk i përshtatet asnjë vrime, një tingull disonant në simfoninë e përshtatjes. Në sytë e dikujt jam sy që sheh prapa lëkurës, erë që thyen deg të kalbura. Hënë që dashurohet me pasyrimet e saj, dritë që s'kërkon falje pse verbon.
një pakicë më shef ndryshe. Si zjarë që t'jek pa kërkuar leje, barë që rritet edhe mbi gorë, e qeshra që kafshon dhembjen, dritë që zgjatet mbi shpinën e muskut. Por as ata nuk më njohin. Jam një sken me shumë perde dhe loj që luhet ndryshe në çdo orë. As kush nuk njeh vragët e mia, as dhembjet që i lyej me bojë të bukur, as fjalët që i mbështjell me heshtje. Shpirti im është një libër pa kopertinë, duart e pambulluara nuk guxojnë ta prekin. Paragjykimi është të hiri që mbulon agun, i lehtë në tukje, por mbi çdo dritë që guxon të lindë. Se shpirti është kutia e Pandorës, plot fjalë që nuk guxojnë të bëhen zë, ëndra të mbulluara me pluhur, frikëra që sillen si trimëri. Prandaj, mos më masni me shritin e përmasave tuaja. Shumë bukur. Faleminderit. Fungom edhe ne në vargjet e poezisë faktikisht, po ndëgjonin besoj gjithë, jo vetëm unë, por regjia dhe gjithë ngelëm. E sqarojmë pak ndoshta, nëse mundemi, analizojmë pak e tregojmë se nga erdhen këto vargje, nga erdhi ky frymëzim, ky mesazh. Jam unë, është natyra ime. Unë gjithmonë kam qenë, edhe vetë titulli e thotë e jashtë shkruar nga librat, në librat e zakonit, e jashtë shkruar, flet shumë. Do me thënë, unë nuk jam bindur asnjëherë mendësisë së rrethit ku kam jetuar dhe jetoj, përderisa jam e bindur që nuk bëj diçka të keqe, si në relacion me Zotin, vertikalisht, është edhe horizontalisht me njerëzit, me vetdije të paktën, sepse jemi njerëz dhe krejt gabojmë, pa vetdije gabimi është ndryshe. Jam natyrë rebele, shumë e drejtë për drejtë, nuk dua të lëndoj askënd, por e vërteta sa do e hidhe që është duhet të thuhet. Dhe njerëzit më shohin ndryshe, nuk kuptohet, ndryshe nga ajo që jam më ekstroverte, mbase më paragjykojnë edhe për këtë pjesë. Megjithatë nuk më bën përshtypje as pak, thjesht unë jam. Jam kjo që jam dhe përderisa nuk prek kufit e dikuj tjetër, përderisa nuk lëndoj me vetë dije, do t'i qëndroj besnike me fanatizëm kësaj natyre që më ka dhuruar Zoti. Pikërisht, mesazh shumë i fortë për lexuesit e tu, neve gjithë dhe po ashtu edhe fëmijët që kenë shumë e rëndësishme të shohin një model të tillë, mendoj unë. Nën kuptohet ajo, diskutohet, sidomos nuk do i veçoja djalë apo vajzë, përderisa jam kjo që jam, më sheh edhe djali edhe vajza, edhe nxënësi që i kam, të cilëve ju flas shumë. Për mua është shumë e rëndësishme të jem fillimisht një nën për ata, dhe ndjej, me të vërtetë ndjej, pastaj të jem një pedagoge e mirë, një psikologe, dhe në fund një mësimdhënëse, se tek e fundit jo çdo kush do mbaroj për gjuhë shqipe, por këshillat që ua jap me shpirt, kohën që e ndaj, në fakt, besoj se në një të ardhme të afërt do kenë dobi. Ashtu siç kam pasur unë dhe kam dobi, domethënë nga këshillat që i kam marrë nga mësimdhënësit e mi, se tek e fundit jo më ka quhet proces edukativ arsimor. Dhe unë mundohem të edukoj. Fillimisht mundohem të edukoj. Për çfarë do lloj aspekti që të bëhet fjala. Dhe besoj se bëj mirë. Gjithë mësimdhënësit duhet të jenë kështu, besojnë, sepse e kaloni pjesën më të madhe të ditës, e kalojnë me juve dhe duhet të keni gjitha këto pika që përmende. Duhet të shohin një model të tillë. Tani këndvështrimet nuk janë të njëjta. Gjithë secili e bën punën ashtu siç mendon se është më e mira. Nuk mund të gjykoj, as të paragjykoj, por kjo jam unë. Dhe edhe pse mendoj se duhet të bëj mirë, dhe bëj mirë, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. I lexojnë nxënësit poezitë tua, sa ka rastisur kur kanë lexuar ndonjë shkrim tëndin, qoftë proza apo poezi? Në fakt, unë domethënë punoj me ciklin e lartë, nga klasat e 6-ta deri te të 9-ta, të 9-tat më janë veç më të rritur, ndoshta edhe i kuptojnë sidomos poezitë për dashuri. Dhe sidomos me vajzat, ato shohin te unë edhe një shoqe, përveç një nënë edhe një mësimdhënëse,
shojnë edhe një shoqe dhe e din që shkruaj, por nuk kanë rrjete sociale. Faktikisht unë postoj vetëm në Facebook edhe në këto revistat online që janë. Dhe më kërkojnë. Javën që kaloj, arsimtare a ke përzgjedhur diçka për 28 nëntorin. Dhe nuk e prisnin që unë i kisha përgatitur 2 ose 3 poezi me karakter kështu adetar, në fakt poezi lirike adetare. Dhe thash, i kam përgatitur vetë. Po mirë, u a lexova, u pëlqeu shumë, po diçka tjetër me kënaqësi, kur kemi kohë, u a lexoj me kënaqësi, pse jo. Shumë bukur që i mirëpresin, dhe i kërkojnë me padurim. Çfarë na pret tutje? Biseduam për përmbledhjen me poezi, je vetë se duke u përgatitur edhe me nxënësit në këto periudha festa që kemi gjithë, që besoj jeni... Nga kanë rritur adrenalinën, ndihemi më patriot si sa si gjatë krejt vitit. Çfarë na pret tutja? Je gjithmonë midis analizës së gjuhës, po ashtu dhe letërsisë. Nuk e di sa është vështirë ti mbash të dy anët, dhe po ashtu të gjesh një rrugtim mes të dyjave, ndoshta herë duhet të fokusohesh më shumë tek njëra, herë tek tjetra. Unë nuk ngopem as me gjuhësinë, as me letërsinë. Thjesht i shkri në njëra tjetrën. Fjala, si të them, ka njerëz të cilët fjalët në fakt përmbajnë shumë histori. Histori të ndryshme, por jo çdo kush ka guximin ta rrëfej, ose nuk ka mundësinë ta rrëfej. Kështu që unë mundohem përmes letërsisë ta jetësoj, domethënë, historinë edhe dikujt tjetër. Dhe shpresoj që bëj diçka si duhet. Shpresoj që në të paktën në njërin varg, në tjetrin, 2-3 vargje, dikush ta gjej veten. Ashtu siç ndodh te këngët. Mund të këndohet nga një këngë, mund të interpretohet në 10 mënyra të ndryshme nga dëgjuesi. E njëjta ndodh edhe me poezinë. Unë falenderoj shumë që ishe sot me mua, vërtet kënaqësi që të kisha, edhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera, qoftë për letërsinë, qoftë për gjuhën, apo edhe për të tjera tema që do kisha vërtet kënaqësinë të diskutoja dhe bisedoja me ty. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj, ishte kënaqësi. Jam ndjerësi në shtëpinë time, është hera e parë që jam live në një emision. Megjithatë jam ndjerë shumë rehat. Më vjen shumë mirë që ndëgjoj këto dhe shumë suksese tutje Zana. Faleminderit, gjithashtu edhe juve. Atyre të dashur, kaq dhe për sot nga ne, ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.